Duhet të shkojmë pak pas në kohë. Saliani që në hapat e parë që ka qenë në Partinë Demokratike është përballur dhe shfutur në gara. Pa që në fillim në hapat e parë ku ka qenë në strukturat e kësaj force politike, është përballur në garë për kreun e FRPD-s. Dhe në atë kohë ishte shumë pranë fitores të saj. Më pas është zgjedhur deputet, ka qenë deputet që ka marrë votat konsiderueshme në qarkun e Korçës, mos gabojmë ka qenë i pari me vota. Më pas u mor me atë që ishte sekretariati për qytetarin, lëvizjen qytetare, mos gabojmë. Aksioni qytetar të opozitës. Dhe ka qenë të paktet deputet që ti e shikoje në plantacione me kanabis që bënin dhe ka bërë denoncime. Pra, më pas u mor me Kavajën, që ishte në bashkit më të rëndësishme që ka fituar Partia Demokratike në zgjedhjet e kaluara lokale, mos them që është e vetmja, nuk ka bashkit të tjera në atë përmas që është bashkia Kavajës, pra është një politikan i cili është rritur në strukturat e Partisë Demokratike. Pra ka shkuar pa mjekër dhe tani është me mjekër. Që do thotë është një njeri për mua të rinjt, e talentuar që ka prodhuar kjo forcë politike. Ju keni me mjekër, keni në një cilësi të veçantë në momentin kur mbrini të këtë qenurit me mjekër, me qënëse. Për ta evidentuar më letë, pra që nga një çuni i ri, tani është bërë burr. Se çunat e rinj kanë trend, nga net 5, unë dhe Evaristi jemi jashtë trendit. Më tradicional. Mirë, jeni konservator. Konservator, jo vetëm jo të PD-s, plas konservator ndoshta në qasje. Ndoshta jeni edhe të PD-s, nuk e di. Dhe për të kthyer pak tek aksioni, pra, fitoi Bashkinë Kavaj, u mor me qarkun e Elbasanit, i deleguar, trazoi ujëra dhe në Elbasan, pra, po ta shikosh Ervin Saliani si politikan është rritur në strukturat e PD-s. Dhe një politikan i cili kudo ku ka shkuar ka bërë zhurmë. Por mbi gjitha ka patur një stil komunikimi të fortë mediatik, denoncues dhe ka bërë dhe gara brenda PD-s. Kjo ka krijuar dhe kosto, sepse që në fillim ka patur njerëz që nuk e kanë dashur shumë brenda PD-s, por ka patur dhe njerëz që kanë simpatizuar. Por kjo është në natyrën e Salianit. Dhe kjo është pjesa që mendoj unë te pjesa pozitive që ai ka, që gjithmonë nuk i shmangur garës dhe gjithmonë ka patur ambicie për të kërkuar më shumë. Ambicia e cila për mua çdo i ri duhet ta ketë në një forcë politike, e cila po ta shikosh ka emra të njëjtë që dominojnë që nga vitet 90. Dhe deri këtu nuk ka asnjë problem. Problemi që shikoj unë, dhe realisht nuk shikoj asnjë problem te Saliani. Problemin e shikoj te leadershipi i Partisë Demokratike. Nëse ti thua që është një dënuar politik, ke marrë dhe veprime për ta ndërkombëtarizuar si çështje, nuk mundet që sot të thuash unë e njoh atë dënim si jo politik. Tani, o është dënim politik, ke bërë gabimin më herët, ose ke gabim tani. Sepse një i dënuar, nëse quhet politik gjithkohës, nuk mund të ndryshoj kur ty nuk të intereson kjo gjë. Por gjithsesi, pavarësisht kësaj, unë besoj që Partia Demokratike është duke bërë një gabim të madh, jo pse përjashtoi Ervin Salianin, por është duke bërë një gabim të madh duke mos treguar modelin e kundërt të Partisë Socialiste. Sepse nëse ti thua që unë jam antiteza, unë jam e kundërta e Partisë Socialiste, një parti që nuk bën zgjedhje, vendos kryetari. Modeli ndryshe apo? Ti duhet të jesh modeli ndryshe. Alternativa ndryshe. Ti duhet të jesh modeli ndryshe dhe mbi gjitha